Shikues të nderuar, sot më 28 nëntor ndodhemi këtu në lokalet e restorantit Qeti. Është mirë që mblidhemi bashkë në këtë ditë të shënuar, të festojmë bashkërisht ditën e flamurit shqiptar, 28 nëntori, si edhe të shënojmë 85 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Posaçërisht kur është fjala për shënimin e ditës së flamurit, edhe rast i volitshëm për tubimin e të gjithë neve, të gjithë shqiptarëve. Ne së bashku me komunën e Zajazit bëm një manifestim me rastin e ditës së flamurit, ditës së pavarësisë shtetit shqiptar, dhe i thirrëm gjitha strukturat, shqiptarët e komunave dhe kryetarët e bashkësive lokale, kështu së bashku të shënojmë një ditën më të madhe, them kështu, të kombit tonë. Jam mjek në sanatoriumin e Tiranës, doktor Albert Sotiri, i ftuar nga doktor Asani, kam ardhur këtu në Kërçovë dhe rastësisht me rastin e festave të 28 nëntorit, mora pjesë në këtë manifestimin tuaj modest, shumë i bukur. Për mua është një pjesë, domethënë një manifestim edhe më krijon emocione, sepse për herë të parë marr pjesë në një manifestim të tillë të shqiptarëve të Maqedonisë. Po natyrisht se në këtë ditë të shenjta njeriu ndjen në zemër atë që s'mund ta shpreh. Është mirë që edhe ne takohemi, bashkohemi me gjithë atë ide të shenjtë të parëve tanë për ta kremtuar, për t'i dhënë një jetë të gjallërisë asaj dite që u la me gjak dhe na identifikon nëpër shekuj. Ky është një solemnitet i organizuar nga Komuna e Oslomez dhe Zajazit. Është një solemnitet modest, por është një ngjarje e shënuar historike, do të kisha thënë ngjarja më e rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Është dita e pavarësisë dhe flamurit të kombit tonë. Unë para së gjithash dëshiroj të uroj të gjithë shqiptarëve anë mban botës, e sidomos ndëgjuesve dhe shikuesve të radio televizionit Tuskana, dhe t'ju dëshiroj një ditë dhe një mbrëmje të këndshme. Kur do them, në emën tim personal dhe në emën të Këshillit të Komunës Zajazit, të gjithë shqiptarëve kudo që janë, uroj festën 29 nëntorit. Jam në fillim dua të përshëndes të gjitha këshilltarët e komunës së Oslomez, përshëndes edhe gjithë popullatën të 3 komunave të Kërçovës dhe Zajazit, njëherë përshëndes teleshikuesët e TV-u Skanës dhe uroj ditën e flamurit, ditën e pavarësisë së shtetit shqiptar. Është vetë madhështor dhe mbresat tona gjithsesi nuk mund të jenë ndryshe vetëse një gëzim kështu i pashoq, i pakrahasueshëm, që mundemi në mënyrë të lirë të kremtojmë ditën e flamurit ton kombëtar. Kam kënaqësi të veçantë që në këtë ditë madhështore të popullit tonë, së fundi jemi njëherë së bashku dhe nga zemrat të gjithë shqiptarëve, pa marrë parasysh ku janë, po uroj festën madhështore të 28 nëntorit.